probleme serioze u krijuan me modelin e vendosur inekzistent dhe në kundërshtim me kushtetutën e vendit, sepse aty u krijuan borde ku shteti përgjegjësi numër 1 i mbrojtjes dhe ruajtjes trashëgimisë kulturore pranoi pozicionin e minorancës. Dhe imagjinoni ju tani, është antare e bordit një zonja Margariti, e cila tani mund tjetë emigrante me në një vend tjetër, dhe parku është në dorë të tjerëve, vetëm se Edi Rama donte patjetër të ndaj pjesa urbanistike, pa ndaj qyteti Butrintit nga pjesa natyrore e parkut. Kundërshtuar me forcën më të madhe ligjin, i kemi dërguar në gjykatë kushtetuese, kemi organizuar protesta dhe tryeza, kemi kundërshtuar ligjin për administrimin e pasurive kulturore. Kemi kundërshtuar me forcën më të madhe ligjin për ndryshimin e ligjit për zonat e mbrojtja. Është mashtrues, pa s'ka asnjë turp. Se vetëm sa nuk tha që me ato ndryshime e forcuan pozicionin. Lexojen ju ndryshimet që kanë bërë. Me ndryshimet që kanë bërë i ka hap derën spatës. I ka hap derën ndërhyrjes në çdo park. Po, me ndryshimet që i bëri i ligjit, i kundërshtuam, i çuam në gjykatë kushtetuese, por në diktaturë autoritare, kur pushteti është të gjitha në një dorë, domethënë merr kudo të njëjtën përgjigje. Edhe gjykata kushtetuese nga ndahaj 4-4 dhe linte në fuqi vendimin e qeverisë. Kundërshtuam paketën e maleve. Çfarë ishte paketa e maleve? Ishte si të krijoje baronëve, trafikantëve, të hipje prona publike e private për të investuar drogën e tyre, paratë e drogës tyre. A mund të imagjinoni ju që të përfitoj nga paketa e maleve investitori në Hamalle? Është gjithsej 30 metra mbi nivelin e detit. 25-30 metra. Të përfitoj nga paketa e maleve investitori në Maminas. Është gjithsej 70 metra mbi nivelin e detit. Këtu na mbin malet. Pastaj sigurisht pa asnjë lloj, duke marrë tokën me ligjin e tij të korporatës së investimeve, është një ligj që kthen ligjet e 46. Ne i kundërshtuam këto me forcën më të madhe. Pra, bëm gjithçka për të mbrojtur si trashëgimin kulturore, ashtu dhe mjedisin. Ne mirëpritëm me shumë kënaqësi kërkesat e protestuesve, si për anullimin e këtyre ligjeve, ashtu dhe për largimin e Edi Ramës. Ne faktikisht ishim në protestën tonë të nëntë, por u thirr kjo protest dhe ne zgjodhem të mbështesim atë dhe u bëm thirrje antarëve dhe mbështetësve tanë të jenë çdo ditë në protestë. Tani thirrja ime për ju, për pedagogët të universiteteve, është të mendojnë se si të kontribojnë në këtë protestë. Roli studentëve dhe roli juaj në mbështetje të saj është i jashtëzakonshëm. Këta të marrim kjo protest ka zgjedh rrugën paqësore, strikt paqësore,
të përballjes me regjimin, çka do të thotë që edhe mund të jetë me zgjatur, por rezultatin do ta ketë, nuk ka asnjë lloj mundësie që Edi Rama të shpëtoj nga ky zemrim i përgjithshëm popullor. Dhe ju duhet bëni gjithçka që ky zemrim të ketë sukses, kjo revolt, kjo protest të përfundojë me sukses. Disa informacione shumë shqetësuese se janë bërë presion mbi studentët. Studentët janë në provime dhe studentët janë masivisht janë në protest, por ka dhe pedagogë që ju kanë bërë presion atyre. Ju në departamentet tuaja duhet të jeni avokatrit e studentëve dhe nuk duhet pajtoj me asnjë njeri që u bën presion studentëve për kundrazi me kolegë tuaj, aty ka njerëz të gjitha bindjeve, të jemi realist. Aty kjo protest, mos shihni se ata janë sa opozitës që mendon se ajo është në timon. Ajo në fakt është si miza e Deni Didrojt, që thotë se ajo mendon se tërheq karrocën dhe jo kali. Protest dhe tërheqin qytetarët aty dhe trit, që rrinë 6 orë, 5 orë, i lajnë rrugët e Tiranës me energjinë dhe entuziazmin e tyre. Kështu që duhet është protest e qytetarëve, është protest e fibrës qytetare dhe nuk ka gjë më të bukur dhe më të çmuar se kjo. Qytetarët vendosin të ngrihen për interesa të tyre dhe të vendit tyre. Ata i thonë Edi Rama o tradhtar, por nëse ka njeri që ka tradhtue Shqipërinë dhe shqiptarë sa Edi Rama, nuk ka. Nuk ka. Dhe thot pse më quajnë tradhtar, si të quajnë tradhtar. Ai është sjell me shqiptarë në Kosovë më i zi se Vučići. Ai është njeriu që vuri i pari sankcionet ndaj qeverisë Kosovës, që s'do të vinte. Dhe këtej, më gjojni, këtej u thotë Europës që mos i kërkoni Vučićit të vendosë sankcionet, të respektoj sankcionet ndaj Rusisë. Ky bëhet avokat i Aleksandr Vučićit nga samitin Samit Gjerse ja mbyllin gojnë, që s'do të kërkuar këtij të respektoj sankcionet e Big Brotherit të tij. Dhe vetë i vendos sankcione Kosovës. Pse? Sepse Kosova, udhëheqja e Kosovës, me gjithë respektin, i tha që këtu vendimin e marrin qytetarët e Kosovës dhe përfaqësuesit e tij, dhe jo ti me Vučićin edhe me të tjerë. Ndaj dhe jo tradhtar, por super tradhtar, hyrin pazare, ç'punë kishte Shqipëria të nërmjetësonte të bëhen shkesi për pazaren të kurrizë të Kosovës, kur në kurrës. Kërkonte të tërhiqte patjetër Rusinë në zgjidhjen e mosmarrveshjeve Kosovë-Serbi. Dhe kërkonte bashkë me Vučićin konferencë ndërkombëtare, në një kohë kur ndërkombëtarët pro-shqiptar e kishin përzënë Rusinë. E kishin përzënë me qëllim Rusinë. Dhe kishin marrë vetë, kishin ngarkuar një ndërmjetës të Bashkimit Evropian, i cili bashkëpunon të ngushtë me ndërmjetësin e Departamentit të Shtetit, për të ndërmjetësuar, ky thoshte të bëhet një konferencë ndërkombëtare tani, sepse kështu i thoshte Vučići. Pra, ky ka, por tradhtia më e madhe e tij ndaj shqiptarëve është genocidi që ai ka bërë me përzanjen e 1.1 milion shqiptarëve sipas Eurostatit vetëm në hapësirën e Bashkimit Evropian, pa llogaritur qindra mijëra të tjerë në vendet tjera të Europës dhe të botës. Kështu që është tradhtar i shkallës më të lartë. I shkallës më të lartë. Është plaçkitësi më i madh i shqiptarëve.
4 miliard euro është plaçka e portit të Durrësit.